Прво благодарам за интересот што го правивте за почетокот на оваа 5-дневна работилница во поставување на прекограничниот биосферен резерват Охрид Преспа. Само на кратко, сите оние кои што се во процесот ќе се обидеме со кратки пораки да го објасниме пред вас процесот. Значи, процесот за воспоставување на биосферен прекограничен резерват Охрид Преспа е процес започнат пред неколку години. Процес кој после подпишувањето на договорот на локално ниво и подпишувањето на договорот на централно ниво влегува во фаза кога заедно со УНЕСКО ќе треба да ја подготвиме номинацијата за прогласување на биосферниот резерват, после која што нормално очекуваме и прогласување на истиот. Нашиот интерес ќе биде овој биосферен резерват да ги заштити природните реткости во својот домен, во своите граници. Овој биосферен резерват да промовира нови туристички вредности на Охрид и Преспа и овој биосферен резерват да промовира вредности за економски развој на целокупниот регион. Во таа насока ќе предложиме заедно со актот за номинација и зонирање на самиот биосферен резерват со зони во кои што ќе може да се развива, значи, урбаниот сегмент, во зони во кои што ќе може активно да се управува и зони кои ќе бидат под стрикна заштита. Со еден збор, се она што како заштитено подрачје го имаме во регионот во овој момент, ќе го ставиме под капата на УНЕСКО, што ќе му даде нови вредности и нови вредности и ќе му даде ново значење на целокупниот регион. Workshop пездитор и цілим база одного. Ну, почти раз се слышал. Значит, результати не башпуними афраджарчи, както говорячи на видение начина. Педжашт меѓу Марвеше е циля кајдо базата не башпуними да профитар. Вен, бас профундимит проектит памес ботове Марвеше е циля и си follow-up и ки проекти. Е циля на цел консолидон дека башпуним. Веќе сод, кајурно фазан е збатимито ние пред тре објектива веќе мелореш како Марвеше. Дуат текстој се workshopи блед gjithë grupet e interesit që ndodhen në rajon dhe ka për qëllim që gjithë fazën e punës të bërë gjatë vitit 2011 dhe sidomos gjatë vitit 2012 me takimet e organizuara me të gjithë profesorët e pushtetit lokal, varsheve ose njësive, organizatave qeveritare, të gjejë një mundësi që të përfshijë gjitha mendimet e tyre me procesin që mendohet që të përfundoj në fund të këtij viti për nominimin e rajonit në një rezervë ndërkufitare të biosferës. Shpresoj që ky workshop i cili në vetvete ka mbledhur ndoshta pjesën më të madhe të gjithë grupeve të interes stakeholders të këtij rajoni, do të hedh bazat për krijimin e një timi të plot i cili do të bëjë të mundur dhënien e mendimeve konkrete dhe do të ndihmojë në shpjegimin e procesit për aktimin e formës së nominimit për rajonin si rezervë biosfere ndërkufitare. Unë në emër të Sekretariatit Bilateral si dhe të Ministrisë së Mjedisit të Republikës së Shqipërisë angazhohem për një mbështetje dhe suport të fuqishëm të këtij workshopi dhe i garantoj që gjitha mendimet që do të jenë këtu do të jenë pjesë e aktiviteteve që do të jenë si objekti i punës së sekretariatit për realizimin e kësaj iniciative e cila garanton një të ardhme të qëndrueshme të rajonit liçenit të Ohrid. The Ohrid and the Prespa Lakes are the pearls, the treasure of the Balkan region. And this is widely understood and recognized by the international donor community. That's the reason why the donors have provided substantial support in the past and will do it for the future. What is necessary is to have a clear identified frame into which this support can be provided.
And of course, what is essential for the region is that conservation is a very important aspect, but at the same time, the whole region is inhabited for 7,000 years or longer by human beings, which have shaped the region, which have created also cultural assets. So the biosphere reserve tries to combine both things, cultural and biodiversity conservation, and conservation with the people and for the people and future generations. This is the general message that we want to disseminate, and that is important to get the understanding and the support and the ideas of all the people living in this sphere, in this reserve, in this future reserve. And that's the task that we are facing in the nomination process now, to get your ideas, the ideas of the local people, of the concerned people, how to help them to improve their livelihood in the framework of the establishment of the biosphere. Thank you very much. Well, we did already some meetings with the representatives of the communes in the region, and we got strong support from all the mayors and the councils of the communities and communes surrounding the three lakes. Even from the Greek side, which is also important to memorize, that this is a trilateral area and the doors are open for the Greek side to join. And even from the local communes or from the Greek side, we got a very positive reaction. So in the end, it will be like done? Well, we are now applying a stepwise approach. That means first step is the both countries which have done already legally binding agreement, Macedonia and Albania, they will present the nomination document to UNESCO, but with the clear perspective for the second step when the Greek side could join. Би сакала да истакнам дека оваа програма човекот и биосферата, иако е под капата на УНЕСКО, значително се разликува од онаа програма за светско наследство. Значи, да не ги мешаме тие две работи. Разликата е во тоа што оваа програма подразбира покрај заштитата на природните и културните ресурси со кои што располага овој регион, улогата на одржливиот развој е на исто ниво. Значи, значењето на одржливиот развој и на заштитата на ресурсите, природни и културни, е на исто ниво. Целта е да се постигне и заштита и развој истовремено. Значи, да се интегрираат политиките и за заштита и за развој. Програмата за светско наследство подразбира само заштита, исклучиво тоа. На тој начин сакаме да ги зајакнеме оние напори кои што беа за заштита во рамките на заштитата за светско наследство на овој регион, да го прошириме во контекст на одржлив развој. Затоа биосферниот резерват ќе опфаќа поголема територија, зонирањето нели е многу различно. Нараста дуhet vërtet që të mbrohet ky ekosistem. Duhet në patjetër që të ketë një unifikim politikash dhe plane veprimi për të gjithë rajonin. Kjo presupozon që si në nivel qendror, ashtu dhe në nivel lokal, në thelb jenë të njëjta dhe që të kenë në bazën e tyre mbrojtjen e resurseve natyrore. Ndërsa në rastin kur ne flasim për shpalljen e pjesës shqiptare, ashtu që ka dhe pjesa maqedonse si trashëgimi natyrore kulturore. Fjala kyçe është mbrojtja. Në rastin kur ne kërkojmë të hapim këtë iniciativë të re që të shpallet ky rajon si rezervë biosfere ndërkombëtare, fjala kyçe është zhvillimi i qëndrueshëm. Domethënë, në thelb është harmonizim i mbrojtjes me zhvillimin e rajonit, gjë e cila është një, si thua, që mbron dhe interesat e gjithë njerëzve ose komunitetit që jeton në rajon. E cila në vetvete do të thotë që politikat, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, të tre shteteve harmonizohen mbi këtë iniciativë. Mos flasim pastaj për faktet e tjera që duke marrë këtë status, ky rajon do të futet në atë
омбрелане редит до контакт резерва од биосферас, да се дотрошкетата лого на ЮНЕСКО сини рајон чеш нэмчат статус. Колку сте задоволни ево до сегашните преземени активности во однос ево на заштитата на Охридската пастрнка? Kjo është një pyetje e cila është shumë konkrete dhe faktikisht ju jeni ndoshta të informuar që ne kemi diskutuar dhe të tjera këtë problem. Megjithatë mund t'ju them që pjesë integrale e kësaj iniciative do të jetë edhe masa që duhet merren për ruajtjen e resurseve natyrore të këtij rajoni ose përdorimin e qëndrueshëm të tyre. Ku padyshim edhe ruajtja e këtyre specieve endemike do të jetë pjesë e tyre. Unë ndoshta nuk është dhe vendi dhe momenti, por mund t'ju them që në rast se duam të flasim për këtë problem, do na duhet shumë gjatë të ndalemi dhe ndoshta nuk është objekti i kësaj, por në princip nuk vjelet pa u prekur dhe ky problem mbrojtja dhe zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të peshkimit, ku padyshim specia e Koranit është ajo e cila është në qendër të vëmendjes. Presentation of the denomination document by Albania in Macedonia, and the doors are kept open so that the Greek side could join at any time of their convenience. This will be then the second step. And we got some recommendations even to extend the area to the north, including the Jablanica National Park and the Šebenik National Park on the Albanian side, and even there are some ideas and thoughts to include the entire Drin basin. So even these are perspectives for the very future to widen up the scope of the biosphere reserve. This is possible, this is always doable, but it needs a certain kind of process to incorporate all these areas.